Thirrja në rrugën e Zotit, ambasador të dritës. Kur udhtojmë gjatë verës, kur takojmë njerëz të ri, kur shkojmë pushime, në male, në restorante, në det, në sheshe, a pyesim ndonjëherë veten se kush jemi ne në sytë e tjerëve? Ju nuk jeni veç pushues, ju jeni besimtar. E çdo besimtar është ambasador i fesë vet. Deshte apo s'deshte. Si na shohin njerëzit në vende të ndryshme, qytet, në male e tjerë. A shohin te ne ndershmëri, pastërti, respekt për njerëzit, ambientin, vendin, qytetin e tjerë? Apo shohin të njëjtën papërgjegjësi, të njëjtat mbeturina të hedhuna për toke dhe të njëjtin mos respekt që e shohin gjithandej. Thirrja më e fuqishme në rrugën e Zotit nuk bëhet me mikrofona e me ligjërata të gjata, ajo bëhet me moral. Bëhet në mënyrën se si buzëqesh, në mënyrën se si sillesh në tregti, në mënyrën se si e ruan shikimin dhe sjelljen me të tjerët. Sjellja e mirë është një predikim pa fjalë që e zbut edhe zemrën më të ngurtë. E kur të flisni pyetni veten, apo sjellin fjalët e mia paqe apo përçarje? Në ato ndeja të gjata familjare të verës, rreth sofrave me miq të afërm, përdorni fjalën si melhem, ndërtoni ura dashnie, respekti, përcjellni mesazhe shprehëse. Zoti na thot në Kur'an: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al-hasana." Thirr në rrugën e Zotit me urtësi dhe këshill të mirë. Urtësi do thot me ditë kujt, se dhe kur m'ia thon fjalën. Mos i punoni njerëzve me ashpërsi. Bëhuni dritë për ta, e jo hije. Bëhuni fllad i ngrohtë, e jo stuhi. Këshilloj veten dhe juve. Zoti ju